Këtë fundjavë, Gjirokastra u shndërrua në qendrën e traditës, folklorit dhe kulturës shqiptare, pal angazhimit të institucionit shqiptar të SME-ve dhe mbështetjes së Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit. Qyteti mirëpriti një festival që solli në vëmendje vlerat më të mira të trashëgimisë son kombëtare. Veshje tradicionale, këngët popullore, polifonia, tingurit e sazeve dhe vallet karakteristike gjirokastrite krijuan një atmosferë festive që tërhoqi pjesëmarrës dhe vizitorë nga zona të ndryshme të vendit. Pjesa e aktivitetit u bë edhe prezantimi i kulinarisë tradicionale shqiptare me shija autentike që pasqyrojnë pasurinë dhe diversitetin e kulturës sonë. Festivali synon promovimin e trashëgimisë kulturore, ruajtjen e identitetit kombëtar dhe përcjelljen e vlerave tradicionale të brezave të rinj, duke e kthyer Gjirokastrën në një pikë takim të rëndësishëm të kulturës shqiptare. Në aktivitet morën pjesë artizan, grupe folklorike dhe përfaqësues të komuniteteve nga rajone të ndryshme të Shqipërisë. Vizitorët patën mundësinë të njiheshin nga afër me traditat, zakonet dhe mjeshtëritë të trashëguara ndër breza. Festivali krijoi një ulëvizje mes të kaluarës dhe së tashmes, duke promovuar vlerat autentike shqiptare. Organizatorët e konsideruan këtë ngjarje një hap të rëndësishëm në mbështetjen e turizmit kulturor dhe zhvillimin e ekonomisë lokale. Atmosfera festive dhe pjesëmarrja e gjerë dëshmuan interesin në rritje për ruajtjen dhe promovimin e identitetit kulturor shqiptar.